Kam jo marrë Mitrovic edhe jam këthy kam. Për mi kursy 3 buk mi au që fëmive. I kanë lënë këto të blemet, ma shumë po dojnë pondore, e vlerësojnë ma shumë. E letë nuk o kanë, po vullnetit manë. Shumë pak, që izjeve që kanë lënë. Po ndodha, për dikush diçka lyp. Jam pej, saksisht në sheshin e Pejës, ku momentalisht jeni këtu e pashëm në një tent, ku po mahet një panajër i ushqimeve dhe i veshjeve tradicionale. Afër meje kam edhe Emine Tahirin, e cila ka ardhur prej Mitrovicës. Emine, përshëndetje. Emine, për shoh që je tu punu non-stop me grep, me krabza. Apo më kallëzon çka po bën edhe çeto veshje që ka unike që i ke qit në treg, çka janë, qysh janë, që sa merresh me to? To janë gjitha punim dore, se to shputat janë për bebet vogla, i marrin shumë, i kanë lënë këto të blemet, ma shumë po dojnë pondore, e vlerësojnë ma shumë. Marrojmë gjempera për fëmijë, kem veshje kombëtare, kem qylyma që punojmë, qerap, kem për këtyne shputave të leshta, këto i marrin shumë, se janë lesh natural. Leshin a e blen apo? E blen. So po është e vështirë për ty me siguru leshin, të e marrë parasysh që tash viteve të fundit ma shumë po i blejmë sa në të gatshme. Ma shumë aj që ja din vlerë nuk e blen të gatshme. Pse për shembull, çka dallojnë këto prej të gatshme? Kjo nuk është kimikate, është shkurt, kjo është naturale. Leshi është asip dhe për ata e marrin ma shumë. So po është interesi i lartë për gjitha këto veshje edhe qa janë punime dorë? Mirë, ka fillu edhe shumë ma shumë, janë të i lypë, se për vlerësojnë ma shumë punën e dorës, edhe kvalitetin. Për vete që sa e bën këtë zanat? Ka 70 vjetë, gati. Qysh ke fillu për herë të para, më nëshme më tregë? Njerja kom njësë garnitura me grep, tani hajt ka pak, edhe kur i që terminator për i puna atëre, me shumicë kena punu, me këto i kena majtë fëmin. Burri ka qenë minatora, so ka qenë për ty e vështirë që ajo periudha kur është largu burri pi punë edhe të është dash ty që thonë me dorë me nxjerr punën e dorë? E letë nuk o kanë, po vullnetit manë. Si të kish vullnet, të në arrihen, edhe dënë mi majtë fëmin, po të sakrifikon për ta. Edhe nuk e një lodhjen, se më ka ndodhë për trepqës, se në trepqë banoj, kam jo marrë Mitrovic edhe jam këthy kam. Për mi kursy 3 buk mi au që fëmive në shpe. So ka një jetë e vështirë. Po tash është me e mirë, po nuk mëj me lanë. Punat ka ju në gjak që thonë, ha? E përmenu pak më herët që bën edhe qylyma. A i bën ti, apo? Gratë i bojnë, se tash unë nuk po muna, mosha për bëtë vetën. Me qka i ke bojë qylyma? Me vek. Për çka të merr malli ma shumë prej kohës të kalume? Për pundore të gjitha. Për vekun, Për vekun sidomos po tash nuk mëj për unazave edhe mosha për bëtë vetën. Për mendimin tënë, për çka mendon që një person ose një familje do të me pas një qëllim gjithë qysh mrena që? Ata mës mi hup tradicionalen, vlera tona shkurt. Se ti po gjonë të gashme, po nuk është vlerë e jonja, se së është punim dore. Për që iza po janë të interesu me gratë? Shumë pak, që izive që ka ljonë, po ndodha, për dikush diçka lyp. Për shembull, cilat janë që ka kërkohet ma shumë prej qejizit, prej këtyne garniturave, për shembull? Lypen për trepezari, në tavolinë të mesit diçka. E këto që janë i bën ti vetë me dora? A ka që vinë me nëjtë penë caktume me ta kërku me bo, apo veç? Po, ka përësi shumë, që edhe për Zvicër, e kam lidhjen atje, maroj qanta, gjempera, dorza, qërap. Çfarë thiri ju kishe bo krejt grave, qikave, trejave? Qa mi o thonë, leni telefonat, kap në punën e dorës. Që kjo është me mirë. Faleminderit. Ska gjë, kaloni mirë.